Dhe ja ku jemi tek rubrika jone fundit, aty ku lapse letra ju vynë me shkru recetat, mirë është me boni fletore, ku e shkru një recetat e Lenës. Edhe me shkru këtë recetat, sepse sidomos kia sodit është një prej recetave më të sheshme, që unë e kom provu prej recetave të Lenës. Mirë se erdhe Lenë. Faleminderit shumë që je gjithmonë kaq fleksibile. Edhe po du më shtu diçka të kjo, në lapse letra, se mund mi shkru e mi majt në fletore. Ajo mi gatua. Mi aprovu, edhe me na dërgu foto, edhe me na tregu opinionin, pëse jo, ato mesazhe i lexojmë edhe na, edhe normal që me na jep, me na kërku, që shfet që edhe na kërkojnë, edhe me na jep ide tjera se qka kanë të nevojshme na, se na çdo herë në çdo kohë jemi për bazë të nevojave të krejt shiqusve. Shumë e vërtet. Ose te faqja me Lenën, ose te familja jonë, mund të na shkruajnë, mund të na dërgoni recetat që i provoni kur ne i gatuajmë dhe i provoni në shtëpi, se si ju ka ndalë, që atyne, ose nëse diçka nuk e keni pas të qartë me na pyet. Lena ose dikush prej stafit e familja jonë kam ju kthy përgjigje gjithsesi. Sot kena me përgadit edhe kena me nda me juve recetën e një salate turshi. Është ma e mira, ma e sheshmja, unë e pata rasin me provu recetën e Lenës, po që sot do t'ja u tregon edhe juve. Realisht janë krejt në zhyrat edhe krejt vjeshta me një kavanas. Po. Kështu që unë kom thonë që këtë periudhë kena me shfrytzu me ju mësu, edhe frutat edhe perimet se qysh mi konservu, mi paketu edhe mi rujt që mi pasë gjatë dimrit mi marrë këto vlera ushqyse, dim që na bjen shumë imuniteti, edhe normal që na duhet sa ma shumë edhe vitamina dhe minerale, edhe normal probiotik që kryesisht e kemi thënë sa herë që turshit kanë sasi shumë të lartë të probiotikve nëse përgatiten në mënyrën ideale. Do më thëmë mënyra që kemi të përgatit na sot, më thëmë vetëm kena mi rrit vlerat këtyne perimeve. E veçanta është për shembull që kena me shtu edhe qepen edhe kungulleshën, që ndoshta nuk kena mësu mi po. Jo, qepen asnjëherë si mësu. Në turshi, realisht unë shfrytëzoj qepen e kuqe për shkak që jep ngjyrë turshis, këtu mundi mi shtu edhe cilën do prej perimeve që ju pëlqen, edhe pak ma ndryshe për tjerave këtë herë kena mi zi. Okej, do më fillimisht zihen. Vetëm pak mi zi mi zbut. Ideja është që në këtë formë paketohen, do më thënë konservohen, edhe arrijet do më thënë nivelli shumë ma i larti probiotikve. Jo, nuk zbuten për shkak që i kemi zgjedh perimet që kryesisht nuk zbuten temperaturë. Nuk i lojmë shumë gjatë, i lojmë për 5 minuta maksimumi, në val ashtu, edhe i kalojmë në qishe qelqi, edhe normal që kjo qëndron një vjetë edhe ma shumë nëse veqërujmë mënyrën e duhur. Lenë, derisa filloti punën me i përgadit, unë doja të dija është koha e turshive, konsumojmë, ndoshta pa, po e thamë dojza kanar, konsumojmë shumë turshia. Mund të jenë të dëmshme nëse abuzojmë? Turshit nuk preferohet mu përdor të persona që kanë ulqera në lok. E dim që persona që kanë probleme me hipertension, nuk preferohet sasi shumë të lartë me marrë turshi, për shkak të kripës se pa tjetër na kemi mishtu krip, edhe sigurisht që një dozë po mënej pak ma të lartë nashta se sa që i shtojmë gjillave, edhe kjo është arsyeja që nuk bën me të pru. Një sasi, për shembull, një 4 ose një pjatë, kështu sa kjo, dikon po 250 gram mundet, ose një salat kombinume kështu, po mundësisht mos më shtu shumë turshi. Sentra krep turshi, sentra dit na kemi kështu sasi shumë të lartë, ajo e rum po. Po realisht duhet me pas shumë kujdes, gratë shtatë zona që kanë probleme me edema ose që kanë probleme me hipertension, edhe ato duhet me pas shumë kujdes të sasia e turshive, do më thënë këtu 3 kategoritë që duhet me pas shumë kujdes. Jo, te sasia është fjala, jo mës me përdoret, sepse probiotik pikrisht të këto kategori janë shumë të rëndësishme. Për shembull, persona që kanë probleme me hipertension ka nevojë edhe ta për vlera ushqyese, vitaminat, mineralet, edhe probiotik janë shumë të rëndësishme për metabolizmin. Gjithashtu dhe gratë shtatzona i kanë shumë të rëndësishme probiotik, kështu që këto raste duhet me pas shumë kujdes. Tash tek kungullesha, çka bëjmë mos me na u zbut, ja hekim këtë pjesën e forave. Qysh për shembull edhe kur e gatujmë në disa raste nëse dojmë makrokonta ashtu, po ja hekim këtë pjesën edhe kjo nuk zbutet brenda turshive.
Kastraveci nuk preferohet këtu, për shkak se zakonisht to sallatat i shojmë me kastraveca, për shkak se zbutet, nëse bujna më falë. Po. Të gjitha këto operime normalisht paraprakisht Lena i ka pastru mirë. I kemi pastru mirë. Edhe janë, sepse edhe shkenca e thotë, edhe Lena mund të na vërtetoj që lëvozhga e secilit prej operimit ka më shumë vlera se sa vetë brendia e tyre. Në këtë rast, pse ta hedhim lëvorën e kungulleshkës, kur mund ta përdorim pas një pastrimi të mirë. Ndohet në copza normalisht edhe sipas dëshirës, po janë më të përshtatshme me i konsumu. Për shkak që kemi mi lojnë kavanos, me najnë zonë, se ta shkrejt këtu duhet me pas forme më të përshtatshme. Me cilat ushqime nuk rekomandohet me u kombinu turshijat? Vazhdo t'i punat në rëzonë pyetjet spinali. Ti punen më scenarion e pyetje. Realisht nuk ka ushqim që mundet, përveç ushqimet që kanë sasi të lartë të aciditetit, normal që nuk rekomandohet për shkak që mos me rrit ose ushqimet shumë të kripura. Për ndryshe, në vend sallatës që nuk e kemi gjatë dimrit, preferohet më manë turshit. A kanë kalori? Kanë, po kanë sasi shumë të vogël të kalorive. Normal, po normal gjatë fermentimit, kuptojmë sallatat kanë kalori më të vogël në krahasim me ushqimet e tjera dhe njëjtë janë edhe perimet që konservohen. Po në krahasim për shembull me sallatën e freskët, turshit ndikojnë me rrit vlerat momentin që me gradualisht i rrisim vlerat momentin që e fermentohet. Më thane kemi bu fillimisht karotën edhe këto, nëse s'priton saron ti në bën karotën po, edhe ndërkohë po shfrytëzorasin ujin me pregadit, 1 litër ujë. Me i bo ma të mdhaja, Lena, po? Jo, për turshi, ma të vogla. Kështu ma të holla. Ma të holla. 1 litër ujë i shtojmë 150 ml u full molle. Po? Molle? Po, 1 lugë gjys krep, kripe trash, po, e pa jutizume, edhe unë e preferoj mi shtu disa piperci këto tek ujë edhe gjethet e dafines. Edhe gjethet e dafines? Po. Për shkak që sarandës nuk i pëlqen hudra, unë nuk e kom zgjedhë hudrën sot. Po ju mundeni me i vendosë hudrë? Po, mu mi shtu hudrë si pas dëshirës. Ujnë e loj me vlu. Po. A ka ndonjë perim që i hup shumë vlerat kur të konservohet, kur hen turshit? Perimet që përmbajnë vitamin C, për shembull që është speci, i hupin vlerat, po jonë sasi shumë të madhe. Ne kemi thënë edhe javën e kalume që i hup vlerat speci, po jo vitamina C, po jo krejt. Okej. Len, kjo domatja e gjelbërt. Qëllë që i pa kamerës vendin me më pa. Kjo domata e gjelbër, çfarë vlera ushqyse ka? Si krejt perimet përmbahen sasi të lartë fibrave, likopinin në krahasim me domatën e kuqe ka në sasi më të vogël. Amo përmbahen edhe minerale që janë shumë të rëndësishme. Më thënë preferohet mu gatu, mu përdor për shembull edhe e gjelbërt. Tregon përveç si turshi që e përdorim shumë domatën e gjelbërt. A ka në recet tjetër që e kështë rekomandu që është e shpejt për naj drek me domatet gjelbërt? Përse është kombinim me krejt perimet, për shembull kur i bojmë navull ose vetëm pak në vaj, preferohet me marrë edhe me shtu edhe domaten e gjelbërt. Me qep, me spec, me karot, me kungullesh. Njëjtën kohë edhe jep shije, po vlerat ushqyese që i ka fibrat, ndikojnë që mi avrit edhe vlerën. Që për shembull përndoj me shikus një recet që e bëj shumë shpesh të shtëpia, e fërgoj qepën, kuqe të bardhë çfarë do që keni, edhe fërgoj sasi shumë të madhe të domatës së gjelbërt. Vetëm një atë kuqe shtoni edhe një spec të kuq sa për ngjyrë. Edhe lëni derisa zbutet shumë, shem të e paramendu, ju mund të duket. E lëni derisa zbutet shumë në temperaturë të ulët. Edhe në fund krejt, kur fërgohet që janë zbut, ja shtoni vetëm pak ojk. Dhe me thonë, është një prej ushqimeve favorite, shpeta, një drek që mas shumë ty 20 minuta e shtran në tavolinë. Trak?
Mos është mos, jo, asi ojke. Anë edhe pa i ndyrë. Jo, mos e lupës, ose... Te ja bo shikus vesh, vetës e vetë Milenën. Jo, është fantastike si receta, se ka një herë banë me ongër edhe na vynë edhe trupit do kalori ma shumë. Mos të amon mos lupës, po oj, ose... Aj, pas në edhe një domate. Atër krejt këto bashkë pishtojmë këto, nëse dojmë që karota më varet si pas dëshirës, me kam pak ma e butë, mu i me shtu me një herë të ujë. A mi shtu këto? Po. Ok. Tu kemi mi bo bashkë edhe mi qitoj. Ndërkohë lule lakrën e përdorim shumë si turshi Lena, ka vlera, mundesh me nga të regu pak për çka është e mirë lule lakra? Lule lakra dhe në përgjësi lakrat njëhet njëjtë edhe lule lakra si përimi që ka mas shumë të probiotik. Më thanë bazë të lumtimeve, kefiri, edhe tani lakra turshim, përgjësi edhe lule lakra, edhe lakra në përgjësi kur i bojmë formë turshive. Për ndryshë është njëna për përimeve që gjithashtu përmban fibra, përmban vitamina, përmban minerale që janë shumë të rëndësishme kryesisht për imunitetin, për qarkullim gjakut, për të fëmijët është shumë e përshtatshme, së është edhe ma e lehtë. Më thënë, ka vlera jashtëzakonisht shumë ushqyese. Ka persona që s'mund me përdorë, për shembull këta që kanë probleme me helikobakter, ose diçka nëse nuk gaboj, lule lakra nuk rekomandohet të disa smundje për shkak? Normal që për shembull për shkak të disa përbërgjë që i përmban, edhe tek rastet me tiroide, edhe normal që preferohet edhe brokoli, edhe lule lakra, edhe spinaci preferohet mu gatu. Aha, jo... Po, jo kështu, edhe normal që jo sasia shumë e madhe si në krahasim me rastet tjera në kushte normale. Po. Atër që tu prej krejt këtyne, kemi menuar vetëm edhe qepe. Që s'po ma len qepe, Lena se e din që s'kam qepe. Qepe huder. Jo, kur janë të gatune i konsumoj qepen, një hudrën jo, nuk e dua të gatune, nuk më pëlqen. Ta shtu në këtë ras me qep, kena mi shtu vlerat e antibiotikut natural, edhe shtu a largujmë që më smena pengu. Me thonë, ja këto, këtë ngjyrat e mundshme të perimeve, dhe në të gjitha këtë sasi, përveç që ka shumë vlera minerale, vlera ushqyese, vitamina, është një probiotik, një shpëtimtar i organizmit tonë. Në këtë tenxherën kemi hedhë 1 litër ujë dhe 1 gotë uthull molle, 150 ml uthull molle, 1 lugë gjys krep, pak piperci, edhe kemi shtu për aromë edhe gjethen e tafines. Pak të anuzim, pastaj kur dojme e konservu e shtojmë po. Tash kime këthy krejt këto në këtë sasi. Mos të harrojmë me respektu kamerën, që ashtu, që unë e pëta heki këto. Më thënë gjyrat në shtashihen, edhe masi. Ma e qartë, mos ja këthe vetëm kamerës. Që të kemë me mojnë. është për kameti. Më për përlaj sarandën. Pa vajle, për shikus, për vlona. Mirë, më thamë valë, veç sa ka fillu i me vlu. Sa minuta tha që duhet me zi? 5 minuta. 5 minuta që është sepse nëse e la ma shumë, mundën me uzbut ma shumë. Për mos mu zbut ma shumë, kush i don pak ma të buta dhe ka me ungër ma shpejt edhe don mi u bu ma shpejt, për ndryshe në këtë form preferohet 60 milion pa i hop. 60 dit? Po, për mu fermentum, kushtu mjaftushëm, thash për dimet. Veç pak. Apo të shprejs me ongër. Unë edhe është nesër, mas nesër ka me ongër. Jo, në thanë këtë formë, mënyra e konservimit në këtë formë, për ma arrit pikun e fermentimit, preferohet me lanë deri 60 dit. Ti mere këto, prite 60 dit, e dhe një po banë. Edhe një ka problem, se kam sasit mjaftushëm. Okej, u kry, marveshe do me thonë këna po. Tash kisha, do është me ndoa se arrova një këshill, specat, është mirë mi la, para se me hop, para se me ajk farat. Mi la para se me ajk farat? Po, për mos mu zbut.
Më thamë për mos mu zbut turshi, se këm pas shumë raste në këtë periudhë që më kanë shkru, që po kam problem me specat se po më zbuten. Kanë zgjedhë forma ma të mirë të specat e bosh që se kam bore recetën ta më të qështë duhet, po sekreti është që arrin më zbut nëse veç i lojmë masi që kemi hek farat. Më thonë kështu të plot, i pastrojnë, pastaj i largojmë bishtin, po, edhe farat edhe i bëjmë turshi. Qëfar do forme turshis që e bëni? Je super ide, sepse unë e mbaj menë, sa arë kam dimu në herë mami nëse dikan, ty i la, ty a hek farat edhe bishtin. Për shkak ujit që merë mrena përshan që i jetë, që ajo ndikon që mos me marë sasine u fullës të kripes në formën e duhen, që ato pjesë fillojnë ku ka betu i mrenë, fillojnë më... Të regom edhe një pytje për specet, kur janë djekë, është fjalla, dhe i sa të na vlan kjo, ta shpëdzaj minutajën më i lenë, mund të material prej te, sepse ketë gjithmonë përgjigje shumë të mira dhe shikustani dojnë. Kur janë shumë djekës, edhe nuk na pëlqenë bashkë shumë djekës, po nuk na pëlqenë as pa djekës, e dojnë një mesatare. A është e vërtet që nëse ja largojmë këta damarë? Po, nëse ja largojmë pjesën e farat, edhe atë pjesën e damarëve, e pastrojmë mirë edhe gatuj me njëherë, i heket sasia e madhe e djekësit. Që faleminderit shumë. Edhe kur gatuhet, po edhe kështu nëse doni me ëngër të freskët, kuptohet që speci mas shumë t'i ka vlera ushqyse nëse veç e hojmë të freskët, për shkak të vitaminës C, po tani në momentin që për shembull e kombinojmë me vajin, e kombinojmë me ufullen, i rritëm vlera tjera ushqyse që ndikojnë pozitivisht. Ndërkohë po e presim 5 minuta dhe po kthehemi prapë. Dhe jena këthy për 5 minuta, gati për me vendosë salatën turshi në kavanaz. Veç 5 minuta, me thonë, deri sa fillon ajo vlimi i parë, edhe nale temperatura. Kjo për shkak se nuk guxojnë me lonë nëni me u zbut shumë, edhe në ndë sa ma shumë që zihen, aq më shumë munden me i hup vlerat e tyre ushqyse. Tash i marrim fillimisht perimet. Kavanozi gjithmonë duhet me qenë shumë i pastër. Pa tjetër i sterilizuar para prakesht. Ndërkohë pas dëshirës i shtojmë biberin e zi, edhe magdanoz. Edhe gjethe dafine. Gjethe dafine i kemi shtu edhe këto, edhe i shtoj vetëm fond. Kem mushim krejt, se kena mishtu edhe pak ujë. Ndërkohë nuk dja e përmende, po qepen e përdoni për salat, por nuk e futni te perimet e kuzihen, sepse zbutet shumë. Qeparin e freskët dhe vendosët te perimet e zira. Qepen e shtojmë vetëm për shia, edhe normal me rritë vlerën e antibiotikut natural, që ka, edhe normal që jap pak në gjyrë. Që ka pigmentin e vjollce komplet recetës, thash kjo është si pas dëshirës. Thash që më një mishtu edhe hudër, nëse veç dëshirane, po në këtë rast na nuk e kemi preferu me shtu hudra. Edhe normal me një luk shto, e shtojmë edhe ujen. Këtë ujen? Po. Normal nëse dujna na i bojmë ma shumë shishe, po për mës me u po, fillimisht i hekim krejt perimet, pastaj e shtojmë ujin të se cila shishe. Kjo shishe kur mbyllet, qëndron në një ambient të errët, në temperaturë dhome, për 2 muaj. 2 muaj, pastaj mujna me hap. Mënyra që e kemi pregadit, edhe e kemi konzervu, për mës me na undzej ma shumë, na largojmë këto. Për shkak që tjera të vazhdojnë pas emisionit. Mbyllet, lihet 2 muaj dhe pas 2 muajve hapet dhe është e gatshme për konsumim. Do me thonë taman një prej aty në recetave dimrore që ullëm një vikend krejt familja edhe qërojmë, grim, zim. Nëse vetë që kemi pastru mirë shishen, para prakesh, normal mujt val, ose edhe në lartëse në temperaturë të lartë, atë nuk kena nevoj me qitë nujt në nxehtë si zakonisht që shimbyllin hermetikisht, nuk kemi nevoj, për deri sa shishja është
e pastru me mirë dhe normal që perimet janë sime, uji është i nxehtë. Më thënë, ideja është se në shtasi recet e ka përdor shumë edhe dinojnë atona dhe përdoren, po ideja është forma, mënyra se qysh mi rujt edhe qysh mi konzervu që mi arrujt sa ma shumë vlerat, po edhe të njëjtën kohë me përgatit të mënyrën e duhur dhe mi shtu sasin e duhur. Do më thënë nuk preferohet uflla mollës, preferohet këtë rast, kripa me qenë e trash dhe krejt këto bashkë e bojnë një bombë me vlera ushqyse, thjesht bashkën e vjeshtës me një shishe qelçi për dime. Po, Leno, të falenderoj për krejt informacionet edhe për recetën edhe që je pjesë e familja jonë çdo herë. Faleminderit shumë për mundësinë, shëndet për të gjithë. Faleminderit shumë Leno, para se munda, po du me falenderu zonjën Ana, e gjeni në Instagram Fustanat e Anës, e cila kujdeset që her pas here në familja jonë të na dërgoj një prej fustanave të punës së saj. Edhe fustanit të cilin unë sot e kam vesh, është pikrisht nga duart e zonjës Ana, një fustan shumë komod, një ngjyrë shumë e lezetshme, që ka mjaftu një herë masat e trupit m'ia dërgu, dhe zona Ana çdo herë kujdeset që në masat e mia trupore, në verzionin e stilin që unë veshin e emision, ta gjej idenë e dur dhe të ma dërgoj një nga fustanat e saj. E gjeni në Instagram për porosi, edhe materialet mira, edhe modelet mira. Faleminderit shumë zonja Ana, dhe faleminderit juve me dashur që jeni gjithmonë me familja jonë. Vazhdoni me na ndjek, me na shkru, me na komentu në gjitha rrjetet tona sociale, por vazhdoni me qëndru edhe me televizionin Kanal 10 me kolegë tonë. Mirëmbëjtje.